ushtri, ato kanë nevojë për shpenzime, ato duhet të paguan. Donald Trumpi, vizioni i ri i sigurisë kombëtare amerikane ka ndryshuar tani. Pse me u dhanën gjithë këto pare, gjithë ai staf dhe gjithë ato investime. Tjetra, konkurenca midis vendeve të fuqishme. Sot ma nuk i ka karakteristikat e konkurencës së luftës së ftohtë. Por kjo konkurencë është transformuar në një luftë midis fuqive të mëdha, me role dhe sfera të ndryshme ndikime. Është e pamundun të imagjinohet një luftë frontale mes SBA-ve dhe Kinës. Është e pamundun të imagjinohet një luftë frontale midis dy titanëve tjerë, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është e pamundun, frika, kërcënimi, trajtimi, analizimi, shtrimi i këtij rreziku, këtij problemi, po është normale të diskutohet. Por në esencë të ndodhë diçka e tillë, është diçka e pamundur. Prandaj po them se që kjo konkurencë që ka qenë në kohën e luftës së ftohtë është transformuar në role dhe mundësi rajone krejtësisht të tjera. Washingtoni është mas e vërtet se e ruan një avantazh edhe cilësor, edhe sasior, dhe një distancë më të madhe që e vendos atë në pozicionin e më të dëshiruarit, më tërheqësit, si për lindjen e mesme, si për Ballkanin. Mirë po, mjedisi strategjik global